Justify, $60 milion. Justify është kali famshëm amerikan i garave të racës së pastër, i njohur kryesisht për fitoren e turneut Triple Crown 2018. Ai shkëlqeu në derbin e Kentuckit, Preakness Stakes dhe Belmont Stakes në 2018 dhe rëmbeu gjithashtu kurorën e lakmuar Triple Crown. Këto rezultate e renditën atë në grupin elitar, prej vetëm 13 kuajsh në histori me suksese të ngjashme. Ai doli në pension i pamposhtur dhe me rekorde të pathyera. Shumë ekspert i shohin këto rezultate si merit të prejardhjes së tij, e cila konsiderohet shumë e fortë. Karriera e shkurtër por spektakolare e Justified e kristalizoi përjetësisht atë në historinë e garave me kuaj. Fusaishi Pegasus, $70 milion. Ai është kal garash i racës së pastër dhe është i njohur për suksesin në garën prestigjioze të derbit në Kentucky në vitin 2000. Edhe përpara këtij suksesi historik, Fusaishi Pegasus ishte shumë i njohur për sportin amerikan, me një ndikim të rëndësishëm në botën e garave, duke përfshirë atë të Stakes San Felipe, Jerome Handicap dhe Wood Memorial Stakes. Karriera e tij ndonë se premtoi shumë, nga disa u konsiderua disi e shkurtër dhe jo aq përmbushëse sa disa që prisnin. Ai u shit te Coolmore Stud për një çmim rekord, duke te i kaluar rekordet e mëparshme të shitjeve të amshorëve. Në vitin 2020, pas një periudhe disa vjeçare studimi rreth parametrave fizik, ai u konsiderua zyrtarisht në pension dhe jetoi deri në vitin 2023. Emri i tij është një kombinim i emrit të pronarit të tij, Fusao, fjalës japoneze ishi që do të thotë një ose më i miri, dhe Pegasus, kali me krah në mitologjinë greke.